Policia italiane ka sekuestruar 2,2 ton lëndë narkotike dhe ka vënë në pranga 5 persona, 4 prej të cilëve shqiptar dhe një shtetase italiane. Sipas burimeve policore të arrestuarit janë Geri Ruçe, 34 vjeç, Shefqet Cena, 35 vjeç, Admir Musara, 37 vjeç, Lusen Mamot, 23 vjeç, si dhe Giuseppina Di Marzo, 42 vjeç. Në automjetin ku po transportoi lënda narkotike u sekuestruan dhe 537 fishek automatiku. Skuadra antikrimit financiar ka arrestuar pedagogun Alfred Çaushi të Universitetit Bujësor të Kamsës, duke marrë para nga studentët në këmbim të notës kaluese në provim. Në momentin e arrestimit, 35 vjeçarit ju sekuestrua një shumë parash, që dyshohet se është përfituar në mënyrë të palishme. Sipas burimeve policore, pedagogu u vënë në vëzhgim pas disa sinjalizimeve dhe kallëzimeve nga vetë nxënësit për shumat e parave që u marrë ky pedagog. 6 vjet e 2 muaj burg është dënimi total i dhënë për të pandeurit e përfshirë në skandalin e korrupsionit në gjykatën e Pukës. Trupi gjykues, i kryesuar nga Asim Vokshi, vendosi shpalljen fajtor të gjithë të pandeurve për mos kallëzim krimi dhe ushtrimi ndikimit të palishëm. Gjatë seancës gjyqësore të pandeurit, edhe nëpërmjet avokatëve mbrojtës, kanë mohuar se kanë konsumuar vepra penale, për të cilat akuzohen nga prokuroria, ndërsa kanë kërkuar pafajësi nga gjykatësi.